Në qoftë se ne mendojmë që duke bërë konsultime publike, pra duke mbledhur prokurorët dhe gjyqtarët nga 2 orë në secilin rreth, do arrim të kemi një produkt që vjen si rrjedhojë e konsultimit gjër publik, dhe më vjen keq, por ky është një proces që thjesht justifikon në vetvete që ka pasur një konsultim publik. Sot nuk ka asnjë prokuror në gjendje që të bëjë një analizë të 900 e ca dispozitave që ka kodi i ri. Nuk ka kohën më, praktikisht nuk e ka kohën. Nëse ai ka 400, 500, 600, 700 dosje, ku e gjeti ky prokuror kohën të japi një mendim të profesional në ato 2 orë apo 3 orë apo 4 orë me një grup njerëzish sa i përket kodit. Pra, procesi vetvete është formal, nuk mund të jetë kurrë një proces thelbësor. Dhe patjetër që kjo gjë do sjellë në mungesën e një kritike serioze mbi draftin. Së dyti, kalojmë nga një kod që ka diku rreth 400 nene, kemi kaluar një draft me 900 e ca nene. Tani bëj një pyetje. Po mirë, ne këto 500 nenat që kemi, ne pas kemi jetuar në një palishmëri të madhe në shoqërinë shqiptare, ku shumë veprime të cilat kanë qenë të padënuara do i dënojmë këtë tutje. Pra, duket që ka një problem në konceptimin e kodit draftit. Dhe së treti, teknika e përdorur, pra teknika e dispozitave, nuk është në lartësinë e duhur. Ky është vlerësimi im si jurist, ky është vlerësimi im si prokuror i përgjithshëm dhe ky është vlerësimi i shumë kolegëve të cilët ndajmë këtë opinion.